Gjatë këtij viti të Kosova Live, fati ka dashur që për shkak të shumë zhvillimeve politike në vend kemi shumë punë me analistë mes të tjerash dhe njëri prej tyre kemi edhe sot për të folur për këto që po ndodhin për momentin. Bashkë me ne është Artoni. Mirë se erdhe Arton. Mirë se vjen. Faleminderit mirë se gjeta. Për fillim ju uroj një jetorin e Kosova Live. Faleminderit. E mora dhe zvonë se shohar dur thot. Një dhuratë, është këtu kur e mora vesh. Dhurata më e mirë është kur thoni po. Kur na jepni përgjigje pozitive për emision. Ju shkof mbar. Faleminderit shumë Arton. Arton, prakisht ishim me dikën nga LDK-ja dhe thash që do të kemi një analist që kishte një mesazh mes tjerash edhe për LDK-n. Për LDK-n saktësisht. Dhe dua ta nis pak me këtë. Domethënë një opinion tëndin për disa veprime që po merren nga deputeta, kryesisht nga LDK-ja, siç përmendëm edhe Janinën më herët, që kanë të bëjnë me çështjet energjetike. Si po duken? A është ky një lloj opozite që po e bëjnë ndaj kurrit apo jo? Po isha këtu kur e dëgjova edhe zotin Sarazemi edhe Janina janë në sektorin e energjisë janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme dhe i përgëzoj për punën që e përvojnë, do të me vazhdu e mos më ndalë. E zëmës kjo çështje skandali njësor dhe është një çështje që duhet mu trajtuar jashtëzakonisht shumë, se është një hajni e pastër që ju bëhet qytetarëve duke i mashtruar në orët që ndryshe janë njësor e ndryshe janë të llogarita në orën stimatetora. Pra, është një farë mashtrimi, përveç që është mashtrim është edhe hajni, e përgëzoj vistarin që ka zbuluar këtë hajni dhe duhet me që deri në fund këtë çështje sepse nuk duhet mu ndalë këtu se prapa kësaj ka diçka që duhet me u zbulu çka është ajo. Pra është një skem e organizuar që po ndodh në sektorin e energjisë elektrike dhe Janina dhe ky Visar Azemi duke që kanë marrë situatën në dorë, po ashtu edhe Vifera Sala nga PDK-ja, po ashtu në vazhdimsi i trajton çështjet e energjisë, pra janë disa deputet opozitës që mirë me çështjen e energjisë dhe s'duhet me u ndalë, duhet me vazhdu, sepse prapa kësaj situate është një skemë organizuar që duhet bëhet publik dhe qytetarët duhet ta kuptojnë çka po ndodh dhe pse është kjo gjendje kështu. Do të thonë dikush e ka një qëllim caktuar për me e vjedhë qytetarët. Po sepse nga opozita Arton gjatë gjithë kohës kërkohet pra që të ngritet zëri, po sa kemi opozitë, qoftë edhe për këto çështje tjera, pra sa janë zëshëm, edhe sa dalin terren, ndoshta të themi kështu që të mundohen që tamam të ofrojnë dëshmi për gjithçka që po ndodh. Unë realisht vetë e kritikoj opozitën. Realisht opozita te ne nuk është opozita që unë du me pas. Unë pres që opozita të jetë shumë më aktive, ndoshta edhe më agresive në raport me këtë pushtet brutal. Do thonë ajo nuk është në fakt i ka dhe veprime të mira, po nuk mjaftojnë këto për me binë qytetarin që ata janë alternativa. Duhet me bë punë hala më shumë për me u binë që ata janë alternativa, por në mujt me poshtë zotin Kurti i cili e ka një pushtet absolut. Ndoshta opozita e fortë po i vjen rrugës është? Po, shtuar, është duke përpunuar, është si bosi e kam çështjen të Vjosa Osmani, meqense pas kësaj që ndodhi me çështjen e presidentit, është parë si një opozitë që mund të jetë në të ardhmen e fortë ndaj Kurtit. Po, Vjosa Osmani është një person që mund ta dëmtojë zotin Kurti, sidomos kur bëhet pjesë e listës së LDK-s, e cila sipas gjitha gjatave do të jetë aty, do të jetë bazë listës në listën e LDK-s, tash nuk e di modalitetet, do të jetë si iniciativë që do ta krijojë edhe të futet në koalicion apo do të kthehet në partinë e tij. Këtë deklaratë e bëre pak ditë më para që u bë shumë e madhe gjithandej që jam i bindur për shkak të bërimit që ka. Ajo do të jetë pjesë e LDK-s, do të jetë bazë e listës së LDK-s, do të jetë kandidat për kryeministin e LDK. Kandidat për kryeministin e LDK-s do të jetë Vjosa. Përveç se janë duke diskutuar modalitetet atë kyçe si iniciativë, të cilën gjë ndoshta mund ta krijojë Vjosa Osmani apo të rikthehet vetë në LDK. Atëherë pse po shkon Abdigjiku te Kurti në takime? Është strategji për mos i mbet faj që s'po bën përpjekje me zgjedhë situatën. Realisht ne kemi pasur një takim mes Bedir Hamzës dhe mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut, takim që të dy kryetarët kanë ditë që kanë me shku zgjedhje. Të dy kryetarët janë takuar duke ditur që nuk ka zgjedhje në situatën e presidentit. Pra sipas juve sa përsye faqa, për qytetarët po bën këto. Këto takime as nuk i besoj dhe as nuk e shoh që mund të nxjerrim ndonjë zgjedhje për shkak se s'ka vullnet zoti Kurti për me zgjedhë situatën. Dhe unë jam kritik ndaj partive opozitare që i shkojnë në takim zotit Kurti sa rrithiraj. Sidomos ishte një pushim i jashtëzakonshëm për LDK-n, kur njëtën kur shkojnë në takim në konferencë thotë mu nuk më duhen 81 vota. Pra i duhen 85, me LDK-n nuk mund të bëjë 85. Prandaj është një farë pushtrimi klasik që zoti Kurti sa herë ti teket ja bën LDK-s. Me PDK-n dhakën ka një raport tjetër, ndoshta për shkak të qëndrimeve të këtyre dy partive që janë më stoike ka shi zotit Kurti, por që me LDK-n e thret kur don, lun si don dhe kjo
për mu është shqetësuese dhe duhet të jetë shqetësuese mas pari për leadershipin në LDK-s, për votues të LDK-s, sepse fillimisht duhet të ketë respekt zoti Abdegjiku për partinë që udhëheq, pastaj edhe për votuesit e tij dhe mos t'i shkoj zotit Kurti sa herë ta thirraj. Çka u diskutua dje në ato 2 orë? Se ishte takimi më shumë se 2 ora. Në nisim emisionin, gjatë emisionit tek përfundoi takimi. Pra, nëse gjërat janë kaq qarta siç e thoni edhe ju, çka duhet një takim më shumë se 2 orë? Të takimi veç po bëhen kush kujt pjalon fajin. Realisht që kjo është problemi. Dhe nëse këta i shkojnë në takim, dhe aty mund flitet aty në fakt ato takime janë të mbyllura, por ne po supozojmë që aty mund flitet për temën se si të dalim nga kjo situatë. Uron që veç mund flitet aty për Big Brother. Shpresoj që jo. Opsionet se si dilet, por në fakt të dy të dinë që nuk ka asgjë për kësaj pune që mund të krijohet një zgjidhje për situatën që jemi sot, sepse ai që duhet me zgjidhë zoti Kurti dhe ai s'ka vullnet për ta bërë këtë. Ai do me quvejnë zgjedhje dhe kështu e ka sos këtë lloj muhabeti. Por e rëndësishme për të është që opinioni publik mos mu pa fajtor zoti Kurti, por me pa fajtor partitë opozitare, qoftë zotin Abdegjiku, qoftë zotin Hamza, dhe që këtë po e pretendojnë edhe po e dojnë edhe partitë opozitare, që të mos shihen si fajtorë. E dy janë shumë është kjo. Prandaj këta po shkojnë në takim, por me dëshmu që s'jon fajtor, dhe unë po e them, dje shkuva një status që nuk kanë nevojë me shku madje DDK-s të drejtova, se PDK ende nuk ka shku, se nëse shkon PDK do ta kritikoj edhe PDK-n, por deri tash i ka qit disa kushte që mund pëlqej. Nuk mund të shkosh në takim dhe të fol me Albin Kurtin, edhe ai me të deviju komplet idet, tematika që i ki pas, dhe ju keni pas që kanë ndodhur me zotin Hamza. Ai ka lyp një president të propozuar nga PDK, ai thotë zoti Hamza ka kërku president partijak. Masi është kështu situata që ne peqesim nga kunjusë. Vetëm edhe Partia Demokratike e Kosovës ka dashur të bëjë një propozim, në fakt pa e thënë emrin, ti marr të siguroj votat për pa e thënë emrin, edhe kjo nuk ka logjik. Jo ka logjik, sepse është strukturë e një negocimi, një dialogu mes një partie politike që do me arrit një koalicion. Po pse mos thuhet një emër, pse? Po jo, fillimisht do të marrësh, a jemi dakord për që ne ta propozojmë. Realisht PDK po thotë, a je ti dakord që ne jemi propozuar 2 emra? Dhe nëse ti jetë dakord, pastaj kalojmë në fazën tjetër kur ti themi edhe emra. Po vendosja po i akuzon edhe po e ka vazhdimisht këtë kritikën që s'ka pas emër. Është pretekst për deputetët e VS. Është pretekst për milion fajtor partitë opozitare, në këtë rast e kemi fjalën për PDK-n dhe zotin Hamza. Por është strukturë e një dialogu që ndodh mes partive politike. Nëse jemi dakord ne që presidentin e propozon PDK-ja, pastaj ne diskutojmë për emra, i propozojmë 5 emra, cilit përshtatet ty dhe cili është i përshtatshëm për të dyja palët, pastaj shkojnë edhe në procedim dhe në votim të presidentes. Artan, është diçka shumë interesante, se po ndërvejmë për me qenë marrë dinamike dhe mi përmend shumë gjëra. Si u bë kjo, me që ti po e thua, sipas këtyre informacioneve tua që i kemi, si ndodhi kjo marrëveshja që Vjosa Osmani tjetë barce e LDK-s tua, tjetë kandidate për kryeministre, çka ndodhi? Kemi në sinjalin të rënd, që zoti Abdegjiku është përgadit terrenin për rikthimin e zonjës Osmani në LDK. Pra jo dini sa zëshme ka qenë Hikmet Bajrami kundër Vjosës, Abdullah Hoti kundër Vjosës, Agim Aliu, asnjë status nuk është kundër saj, sepse po punohet në rikthimin e saj në LDK. Vizitat e zonjës Osmani në komuna takohet me njerëz të LDK-s dhe krahasoj janë vetëm njerëz të LDK-s. Pra është një farë sikur në heshtje po punohet që pranohet nga strukturat rikthimi i kësaj në LDK. Dhe LDK ka kuptuar që shpejtimi i vetëm i saj është kthimi i Vjosës në LDK, por ndryshe nuk imagjinojnë rritjen ashtu siç edhe ne jemi të bindur që nuk rritet me këtë leadership që ka aktualisht. Vetëm Vjosa Osmani, LDK mund ta bëjnë një parti që të shënoj rritje. Por ndryshe me këtë leadership ata vetë nuk besojnë që mund të kenë sukses më shumë se sa kanë pas deri tash. Po çka mund të ndodhë me disa figura që e dim që nuk janë shumë dakord me këtë? Për shembull e përmendën zotin Bajrami, zotin Abdullah Hoti. Ata ka një farë spekimi, s'ja keni pa në politikë. Sër dojnë me pranu diçka thonë është interesi përgjithshëm, është interesi partisë, është interesi Kosovës. Kjo është arsyetimi më i mirë që ata kemi dëgju. Këtu kemi qenë ata. Pra mendoni se do të jenë pjesë e partisë, do të vazhdojnë. Është interesi partisë, është interesi partisë, është interesi Kosovës. Do thonë, po mendon që mund të ndahen rrugët me dikën nga jo nuk nëse kanë pak në jo nuk besoj, asnjë person si Vjosa nuk mund ta dëmtojë LDK-n. Realisht veç Vjosa ka qenë ajo që e ka dëmtuar, ka pas momentume në caktuar.
pastaj u bën ky binomi me Vjosa dhe Albini, kështu që kjo i shkojnë në kurriz të LDK-s së gjitha ajo situatë, kështu që do të thonë nuk por arsitimin e gjejnë lehtë, është interesi i Kosovës, interesi i partisë. Ka pasur një konspiracion nga analistët në këtë diskutim që e bënim që prap Vjosa Osmani dhe Albin Kurti do të bëhen bashkë. A ka gjasa kjo? Po kam dëgju, realisht nuk e besoj. Nuk e besoj që zoti Kurti është një person që nuk e fal kërkon. Do thonë nuk e fal dikon as një person që një farforme ja fut thik ma shpine, po e themi kështu. Sepse Vjosa Osmani ai është si trahtare një farforme me raportin e tij me ndërkombëtarët, me Amerikën, me këto gjëra, nuk e fal kur. Por edhe Vjosa duket tipi i ngjajshëm si Albin Kurti. Po nuk mundon që janë 1-1 tash? Që janë 1-1? Po. Edhe Vjosa për arenën ndërkombëtare, Kurti për çështjen e presidentit. Po të kundërta tërhiqen, a? Jo, ai ka problemi, që unë kam thënë në të kalumen, nëse Vjosa Osmani të kishte qenë kryeministre, nuk kish dallu shumë prej zotit Kurti. Sa ajo është një gru që di mu aktivizu edhe nuk jap dorën askujt për viktimizim, po është një gru e mbushur plot mlef e nuk e di pse i vjen ai mlef. Do thonë, vetëm e shihni se si deklarohet për çështje të caktuara. Po për çka mendon që është viktimizuar që mos ta lëm këtë pa e sharru? Pse mendoni? Në momentin që si viktim doli nga LDK-ja, se e diti me shizu situatën. Do thonë, ajo u viktimizu në situatë dhe u vutukat shumë. Dhe keni pa kohëve të fundit, është dhe e vesh një gjimper roze, po del, po ban fushat, po veshe sikur për ditshmëri. Ju këtë me qytetare këto takime, i quani edhe këto i konsideron një viktimizëm? Po, natyrisht, në stop viktimizohet, bile kemi pas rast ku ju ka anku një qytetar, dhe nuk pëmbojnë presidente, pra është një farloj, është mjeshtre e viktimizimit. Nuk ka në Kosovë politikanë, as politikanë që të më viktimizu më mirë. Ndërkombëtarët po na thojnë që Kosova ka bërë shumë keq, kanë lëshuar Vjosa Osmani nga po ndërkombëtarët jo gjithmonë kanë qellu. Në kalume kanë pas gabime. Kanë gabuar kur kanë bërë pjesë. Vetëm po qëndrojmë këtu që dikush në vend e shes si viktimizim, ndërkohë të tjerët, pra sidomos edhe ndërkombëtarët, kanë një vlerësim krejt tjetër. Po, e vlerësojnë ndoshta për raportet që kanë pas kohëve të fundit, se në një situatë caktuar në fillim kujtojmë që Vjosa Osmani ja ka mbajtur zhakun shumë Albin Kurti dhe raport me ndërkombëtarët. Domethënë kjo asnjëherë s'ka dalë kundër zotit Kurti, edhe kur janë acaru ato marrëdhëniet me ndërkombëtarët, qoftë me BE-n, qoftë me SBA-n, do thonë qoftë atë kur ka shkel ky kushtetutën, do thonë asnjë zase ka po Vjosa Osmani, do thonë veç e ka kthyer kështu situatën sikur nuk po ndodh në Kosovë. Pra, po kur i ka ardhur fundi ka pa që nuk po kandidohet, pastaj ka dalë kundër zotit Kurti. Flasim pak edhe për aleancën për armërinë e Kosovës dhe ky njërimi ndoshta që po pretendohet se po i bëhet. A mendoni se po bëhet kjo për shkak se Ramush Haradinaj është folur themi kështu nga të gjithë si një person adekuat për qenë president i ardhshëm? Jo, pse nuk pretakon ky Albin Kurti zotin Haradinaj, është që zoti Haradinaj ka qenë jashtë, si thash më herë, zoti Kurti nuk fal lehtë, nuk e fal këto gjëra, do thonë. Unë jam unë i mbështes deklaratat e zotit Haradinaj, realisht që i bën kashri Kurtit. Cilat për shembull edhe këto në kuvend? Edhe këto në kuvend, edhe ato mbram që tha, domethënë në vazhdimsi ai është korrekt me deklaratat kashri zotit Kurti. Po zoti Kurti nuk i pranon ato deklarata të tashme aq lehtë dhe nuk e fton takim. Pra veç dy parti politike zoti Kurti po i menjonon për garën e presidentit, po listën serbe dhe aleancën për armërinë e Kosovës. Do thonë, nuk po them që është krahasim, se zot më bëu krahasim, por nuk e di pse po e eliminon zotin Haradinaj nga 6 vota që i kanë në kuvend. Pra kjo përveç që i hakmerrit për deklaratat e tij dhe për lugjen që ka pas zoti Haradinaj ka shih zotit Kurti, por nuk e dhe nuk do me zgjidh çështjen e presidentit, nuk do me pas president, do me shku në vendin e zgjedhjes. Apo arrin Kurti me këtë që të bëj ndamjen edhe të krijoj përçarje edhe mes opozitës, se për shembull i reagoi Abdi Xhiku, Haradinajt në këtë deklaratën që nuk më intereson se çfarë është diskutuar në takim. Dhe Abdi Xhiku e konsideron si një lloj sulmi publik që po e shndron këtë korrekcinë që e kanë mes vetëm. Zoti Abdi Xhiku mund të akuzojë çdo deklaratën e zotit Haradinaj, po është korrekt zoti Haradinaj me deklaratën. Unë mendoj që ata nuk duhet me shku në takim. Prapë mendoj si zoti Haradinaj. Nuk bën me shku opozita në takim me zotin Kurti. Le të rjedha fati, le të shkojnë zgjedhje, le të shohim numrat çka po ndodh me situatën e re. Sa më shumë që këta shkojnë takim me zotin Kurti, ai ka me bëu hajgare me ta, ashtu siç po bën pas çdo
takimi për derë me deklarat, po talët me partitë opozitare. Prandaj unë e perceva edhe kushtin paraprak që PDK e kishte vendosur për takimin e radhës. Për çka do të taku? Me vazhdu pjesën e dytë aty ku e kemi dhënë para vendimit të gjykatës kushtetuese, jo faleminderit, s'kem nevojë për asnjë takime. Nëse ki diçka të re, më na thon, hajde orno, këtu jemi dhe pi hapin letrat. Po me taku e mandej komplet tjera fjalë nga ato që po flasim, po flet në media, dhe për krijon një farë percepcioni. Ne dimë çfarë mekanizma ka lëvizja vendosur me kriju percepcionin publik. Nuk e ka asnjë parti opozitare fuqinë e vendosjes. Pastaj është fjala jame kundër fjalës tonë dhe ne dimë çysh e beson qytetari, beson më shumë vendosjen se këtë partitë opozitare. Dhe me këtë pozicion, pra dhe me këtë që shpesh e thojna që kurti po i dëmton partitë opozitare, pra po shkojmë në zgjedhje. As si mos janë nëse në këto ditë nuk zgjedhet presidenti, sa ka mbetur në mos gabon 21. Po, 21 apo jo. Okej. Si po shkojmë në zgjedhje kjo çështja, nëse po i dëmton kurti këto partitë opozitare, çka ndodh në zgjedhje? Unë mendoj që zgjedhja do të jetë një pasqyrë tjetër. Nuk do të jetë kjo që do të surpriza. Jo, mendoj që Vjosa do ta dëmtoj shumë. Edhe dihet që Partia Demokratike e Kosovës është duke prit një vendim për ata lider që i kanë në Hagë dhe siç dëgjova një jurist ose avokat i mbrojtjes tha që mendon më të mirë është dita e fundit që duhet më marrë vendimin nëse nuk shtyhet, nëse nuk ndodh diçka, dhe nëse kthehen ata dhe më besoj fuqishëm që ata do të kthehen, energji tjetër do të jetë këtu. Do të thonë nuk del situata sikur e 28 dhjetorit. Vjosa është në LDK, kthehen kredet e PDK-s në Kosovë dhe komplet tjetër energji. Edhe nëse nuk kthehen në politik, mendon që do të jetë një frym tjetër politike sa i përket Partisë Demokratike? Po, natyrisht elektrizon elektoratin e PDK-s, po unë jam i bindëm që ata, sidomos zoti Thaçi do kthehet në PDK. Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për zotin Thaçi. Dora ti shihet ku ka prek se zhvillimi i Kosovës shihet me punët e tij, me dorën e tij, me angazhimet e tij, dhe shihet periudha pasi kanë qeverisë të tjera. Prandaj është shumë e nevojshme kthimi atyre por dhe angazhimi tyre direkt në politikë edhe për të marrë drejtimin e shtetit, sepse është shumë e nevojshme për Kosovën në këtë fazë. Pra si përfundim, zgjedhjet. Zgjedhjet janë të pashmangshme. Ska ndonjë marrëveshje. Nuk sheh asnjë mundësi që mund të ketë një lloj. Unë i shoh dy pas zgjedhje. Surprizë. Unë i shoh dy pas zgjedhje në aktivitet. Dy pas zgjedhje. Po, nëse nuk ke po. Mund kemi qeshur, por mund kemi edhe vjesht. Për faktin se nëse vendosja po supozojmë dele para gjatë kësaj mandati Albin Haxhi është ushtruese detyrës dhe ajo në krijimin e qeverisë jep vendosës me firmu qeverinë, e ka në diskrecion nëse do më jap të dytit ose prapë jap vendosës ose çon në zgjedhje prapë. Do të thonë, ky 6 muaj derisa Albin Haxhi është në krye të presidencës dhe sa herë dele para vetvendosja, do të kemi cikël të zgjedhjeve të cilat do të provokohen nga vetvendosja. Do të thonë, jo nga partitë opozitore. Sekretari Bajrami tha që edhe nëse shkojmë në zgjedhje, pra nga zgjedhjet e ashme të jas ku vendi nuk do të mundesh me formu. Po është deklaratë optimiste e zonjës Hikmet Bajrami, po shpresoj që dalin partitë opozitare, Tani mos na mbetet hatri kur njerëzit po thonë që Kosova po prodhon veç zgjedhja. Po ja, definitivisht ajo dihet tashmë. Antoni po paralajmëron dy palë zgjedhje. Në këtë situatë, në këtë skenar, nëse ndodh ne do të kemi dy palë zgjedhje brenda aktivitit. Është provokuar enkas pi partisë së parë nëse del vetvendosja. Pra, kjo realisht I ka provokuar gjithmonë zgjedhjet këtë nivel të gjysmë kjo ka provokuar zgjedhje. Me që përmendit zonin Haxhiu, pse ju të marrim edhe një koment, se do shprite nga stafi I presidencës, ndërkohë që ka pas më njëherë takimin e parë që kishte ftuar zonin Rushiti, si e sheh në këtë pozitë? Ç'është PR-i, këta e kanë armë PR-in, realisht nuk ka që bëjnë shumë punë, e dim, po PR-in e kanë njerëz zakonisht fort. Do thonë, një takim me stafin, një takim I zakonshëm që secili president e kishte bërë, madje ndoshta se kishte bërë publik. Pse me bën një publik me kur ti takon stafin tonë? Do thonë, po është çështje e PR-it, kënë se kjo është e panuar aty, po buzëqeshën njerëzit, po kongresi, po presin stafi të buzëqeshur, një gëzuar që po vjen Alvolena. Pra është thjesht çështje e PR-it, po jo, për shembull një presidente ose president tjetër, siç e ka marrë zoti Thaçi, asnjë si foto s'ka bërë, se ka qenë serioz. Këto janë foto serioze. Ardon, faleminderit që erdhe sot. Me këtë që tha më herët kjo I bie që shumë shpesh do të shihemi edhe këtë vetë. Po kismet këtu. Faleminderit shumë. Shumë